Përshëndetje, si pjesë e brezit të ri të njësisë 3, dua të sjell në vëmendje një mungesë që e ndjejmë çdo ditë, bibliotekën. Biblioteka nuk është thjesht një vend me libra, por një hapësirë ku ne mund të studiojmë, të rritemi intelektualisht dhe gjithashtu të formojmë komunitet midis nesh. Ne kemi nevojë për një vend të tillë që na mbështet dhe na frymëzon. Ke shumë të drejtë, jo vetëm bibliotekat, por nuk e përmenda pak më parë dhe çertet e kopshtet. Neve e parë që është bërë në Tiranë për sa i përket planifikimit, ka qenë që kemi përcaktuar në zonat e reja ku ka më shumë popullsi, shkollat e reja. Dhe janë ndërtuar 40 të tilla të reja nga fillimi. Ajo që po bëjmë tani është që duke pasur parasysh që prona në dispozicion, pra ajo që është publike, ajo që është e bashkisë apo që është e shtetit, është jo e mjaftueshme për të bërë zhvillime të reja, ajo që do të bëjmë është që në hapësirat e ndërtimeve ku bashkia ka pjesë apo ku ka një pjesë të dhuruar si pjesë e taksës së zhvillimit për zhvillimet e reja, do të zëjmë ato hapësira për çertet e kopshet, me zhanin po bëjmë planin sipas nevojave dhe e njëjta procedurë do të niqet edhe për bibliotekat. Jemi duke riparë të gjitha hapësirat që janë në pronësit tonë, por që mund mos jenë ndërtesat tona, si bibliotekat e vjetra që kanë qenë pjesë e administratës dhe po i shfrytëzojmë ato hapësira në ndërtime që janë private, por atë pjesë që do t'i përcaktohet publike do t'jetë në funksion të çerteve dhe kopsheve, që janë kërkesa shumë të mëdha dhe patjetër edhe të bibliotekave. Dhe në njësinë 3 e di që nuk ka, edhe jemi duke e parë posaçërisht. Faleminderit. Përveç kësaj, pyetja në fakt nuk lidhej me këtë që do them unë, po kemi folur gjithë të ditë për buxhetin e vitit 2026 të mëtutje dhe përqendrimi kryesor ka qenë tek pensionet, sepse në fakt pensionet ka qenë një shtesë në buxhet e shumë pritur nga ana e gjithëve dhe është pjesa më e madhe e popullsisë. Po ndërkohë, buxheti nuk ka risi vetëm për pensionet. Për të rinjt, ne nga viti 2026 do të vëmë në dispozicion 450 milion lek fonde më shumë për programet e nxitjes punësimit, të cilat nxisin vetë punësimin, të cilat janë të dedikuara për gjithë të rinjt që janë në grup moshën 18 deri në 25 vjeç, sepse është një grup moshë të cilën ne duhet ta nxisim, ta incentivojmë për të hapur bizneset e tyre, për të punuar në vend, me qëllim që të rriten sa më shumë dhe të ardhurat nga vetpunësimi. Ndërkohë që do të vazhdojmë të kemi në buxhetin e vitit 2026 një mbështetje prej 300 milion lekësh për fondin e startupeve, për gjithë ato të rinj të cilët duan të kanë ide inovative, kanë ide që i shërbejnë qoftë programeve të qeverisë, qoftë bizneseve private. Ne kemi prej disa vitesh tashmë që e kemi në dispozicion këtë fond. Gjatë 2 viteve të fundit neve kemi mbështetur rreth 200 startupe, të cilat sot operojnë, të cilat sot nuk janë vetëm të vetë punësuar, por kanë punësuar dhe njerëz të tjerë, dhe të rinj të tjerë, dhe po mundohemi që ta nxisim sa më shumë këtë frymë drejt të rinjve, sepse besojmë që drejt inovacionit është e ardhmja. Simon Leka, bano. Problemin që kam unë, për këtë drejt, po do t'jap mikrofonin tim, tani, ja, sa të mbaroj. Do të t'jap mikrofonin tim, mbaroj kë punë. Ja, mbaroj, ja, i dhe do t'a jap. Problemin që kam unë, për lagjen, është pasërtia. Tirana vitet e fundit ka një bum të madh turistash. Kjo të regon që vendi jonë njihet në arenën ndërkombëtare. Jo vetëm nga udhëheqësit e Evropës, por edhe qytetarët e thjeshtë evropian e njohin vendin tonë. Kjo është një fitore e jashtëzakonshme. Pasërtia në Tiranë më duket lë shumë për dëshiruar. Të shkosh në kryeqytetet e Evropës nuk gjen një bisht cigare, kurse këtu gjen plera. Bashkia e Tiranës duhet i vëj gishin kokës dhe ta shikojë mundësinë si ta pastrojmë më mirë Tiranën. Ka forma na më të ndryshme. Pse ti qen plera dytën? Makinat vinë, blokon edhe rrugën, makinat e plerat hiqen natën, ose herët në mëngjes. Ne kemi trafik tepër të rënduar. Prandaj të vrasëm mendjen si ta zgjidhim këtë problem. Kaq është. Është shumë i drejtë shqetësimi juaj për pastrimin. Në fakt po punojmë për një plan të ri të menaxhimit të mbetjeve,
siç u tha edhe nga Anuela, ne kemi një buxhet konsiderueshëm për vitin që vjen për sa i përket pastrimit. Ndoshta këtu do ta bëjmë duke bërë edhe një lloj referendumi ose një digjes më të zgjeruar me gjitha njësitë e Tiranës, që të kalojmë tek hedhja e mbetjeve për sa i përket nga banorët, të kalojmë te mbetja me orar, hedhja e mbetjeve me orar, që do të thotë nëse ju do të bashkë me ne do përcaktojmë një orar në mëngjes ose në darkë, ose dhe në mëngjes dhe në darkë të dyja bashkë, të derdhni mbetjet që keni në për ambientet tuaja në vend grumbullimet e kazanëve, ne do ta kemi më të thjesht për t'i grumbulluar ato. Gjithashtu kemi një plan të kërkojmë bizneseve të cilët krijojnë një potencial të madh në vend grumbullimet e kazanëve. Do t'i kërkojmë që gjatë kohës të furnizimit, ambalazhi që kanë për të nxjerr, të mos e nxjerrin në vend grumbullimet, por në bashkëpunim me disa biznese që merren me grumbullim të mbetjeve, gjatë kohës që vinë për të sjellë furnizimin e dytë, të marrin dhe ambalazhin e furnizimit parë. Gjithashtu do të kërkonin për pastrimin një ndihmë edhe nga të gjithë ju. Për shembull, tani ne po afrojmë në këtë stinën që të gjithë që kanë shtëpia private bëjnë krasitjet e pemëve, e degëve të thata, dhe ne gjithë e shikojmë komshiun që këto mbetje i çon në vend grumbullimin më të afërt. Do të kërkonim që kjo të bëhej më mirë dhe jo në çdo moment që ne kemi diçka për të nxjerrë, ta nxjerrim në vend grumbullimin më të afërt. Gjithashtu po punojmë edhe me një plan tjetër në bashkëpunim me shoqërinë Eko Tirana, e cila bën menaxhimin mbledhjen e mbetjeve në Tiranë, që të krijojmë disa ishuj ekologjik quhen, në mënyrë që banorët që kanë këto nevoja që thash më sipër, apo dhe kur kanë nevoja të arredimit të shtëpive, të nxjerrjes së orendive të vjetra që kanë, t'i vendosin në këto ishuj ekologjik që do jenë të shpërndar në disa njësi të Tiranës, dhe pastaj aty ne kemi mundësi më të mëdha për t'i marrë të mbetje dhe t'i çojmë në vend grumbullimin e caktuar. Dua të shtoj diçka këtu se është besoj e rëndësishme të thuhet. Me që u bë krahasimi me qytete europiane. Tani të gjithë kemi parë qytete europiane dhe kemi parë qytete të ndryshme europiane. Dhe ka qytete europiane që është ashtu, fiks, siç u tha. Ka qytete europiane që nuk është ashtu. Pse? Aty ku është gjithçka pastër, nuk është thjesht bashkia që pastron. Është çdo qytetar që nuk ndot. Dhe jo vetëm nuk ndot, por respekton një sistem shumë rigoros, rregullash të vendosura për oraret, kur hidhen mbetjet, për ndarjen e mbetjeve në burim e të tjera, e tjera, e tjera. Gjë që le të jemi të vërtet me njëri tjetrin, ne jemi vite drite larg nga pikpamja e ndërgjegjes qytetare dhe nga pikpamja e kontributit që secili duhet japi duke mos ndotur në radh parë. Sepse ju me të drejtë folët për Tiranën se për këtë jemi këtu, edhe për lagjen këtu, por nuk ka ndjenjë më të rënd turpi për mua personalisht. Kur gjatë sezonit turistik të verës ecën në për rrugët kombëtare dhe shikon plera të hedhura nga makinat ose pika ku grumbullohen plera që hidhen nga po ata shqiptar që dalin për të bërë një fotografi me detin mbrapa dhe shishen e ujit që kanë e hedhin atje. Këtë nuk e shikon në shumë vende turistike, po e shikon në disa. E shikon në jugun e Italisë, po. Për shembull. Jo kudo, po në pikat caktuara. Varet shumë nga ne, varet shumë nga disiplina, që bizneset. Janë problemi numër 1 për sa i takon ndotjes. Kanë
pjesën se sa ç'ndodh, se sa faktikisht mbetje prodhon një biznes, nuk e prodhon një familje apo nuk e prodhon dhe një pallat. Nuk kanë asnjë lloj disipline në këtë aspekt dhe për këtë arsye duhet ndërtuar një plan i përbashkët. Tani ne mund të bëjmë planin sa të duam. Problemi është si zbatohen. Si zbatohen. Dhe unë besoj që ne jemi në rrugën e zgjidhjes së këtij aspekti me projektin e ri që më në fund besoj do të nisim ta zbatojmë pas një zvarritje të gjatë burokratike dhe këtu nuk po i ankohem askujt, këtu thjesht po t'ju them që për shkak se jo të gjitha gjërat bëhen në kohë, për shkak se jo të gjitha gjërat bëhen si duhet, brenda sistemit të qeverisjes, brenda institucioneve tona, humbet kohë. Projekti i monitorimit me kamera inteligjente të qyteteve dhe të rrugëve kombëtare është një projekt strategjik për sigurinë, për pastërtinë, për qetësinë e prindërve në lidhur me fëmijët në shkolla. E kemi bërë të gjithë pjesën që duhet bënim, flas nga pikpamja tani e pjesës së qeverisë me marrjen e mbështetjes nga Emiratet e Bashkuara, ku ky projekt është në zbatim, zbatohet prej vitesh dhe ka një sukses të jashtëzakonshëm. Nuk e hedh dot më plerat në rrugë, e ke të pamundur. Për ta thënë troç, nuk i hedh dot. Sepse të kap kamera në kohë reale. Dhe janë kamera inteligjente pikërisht për këtë, se nuk je ti që duhet kontrollosh videon e lagjes që të gjesh se po në momentin që dikush bën një shkelje në sistemin qendror ku ndodhet truri i gjithë këtij rrjeti kamerash, vjen sinjali dhe del atje personi konkret i identifikuar. Nëse dhe 8 muaj na ka marrë vetëm burokracia nëpër agjenci tonat për të përfunduar procesin e dokumentacionit në mënyrë që të fillojë implementimi. Kompania Emiratase që bën këtë është një nga kompanitë më të mira në botë. Emiratet nuk ja kanë dhënë dikujt tjetër këtë sistem, na e kanë dhënë ne, sepse e kam kërkuar me këngulje të madhe dhe më në fund e kemi realizuar, kërkon 12 muaj kohë të vendoset dhe pastaj ne do kemi mundësi që po t'i bëjmë planet, po dhe të bëjmë monitorimin, se çfarë plani t'i bësh vlonjatëve, më thuajtëm. Çfarë plani t'i bësh vlonjatëve dhe t'i thuash vlonjatëve që shiko, ti duhet të respektosh këtë plan dhe nuk duhet sillesh si vetë zot, vetë shkop, vetë mbret, vetë kryeministër, vetë president, vetë zotin tokë. Është e pamundur. Atëherë, kjo do të na ndihmojë që të ndajmë ata që janë qytetarë të përgjithshëm me ata që fshihen mbas emrit vlonjatit për të bërë çfarë duan. E sjell si shembull se me që kam një pjesë andej, i bie edhe vetes me këtë rast dhe nuk më thon dot që ç'kemë ne ata. Ky është një hap që do ta bëjmë dhe do na ndihmojë. Nëse do të kishim atë sistem në këmbë, ajo ngjarje e Rinasi që ndodhi do të ishte zbardhur në kohë reale. Po nuk është problemi tek zbardhja. Problemi është që në momentin që ai sistem funksionon, parandalon, siç e ka treguar rasti në Emirate apo në vende tjera që kanë sisteme të tilla, parandalon në mënyrë jashtëzakonisht efikase të gjitha llojet e shkeljeve që lidhen pikërisht me rendin, me qetësinë, me respektimin e rregullave, nga rregullat e qarkullimit tek rregullat e bashkëtesës në një lagje. Kështu që brenda këtij mandati ne jo vetëm që do ta kemi këtë sistem, por do t'i shohim hajrin edhe besoj që do na ndihmojë edhe për shqetësimin
shumë të drejtë që ngrite.